Gjithë shqiptar, ç'a bëhet? Pse duken 100.000 lekë këtu? Duken shumë lekë apo duken pak lekë? Përgjigjja e saktë është varet nga perspektiva. Nëse po të jep 100.000 lekë dikush që ti kishte marrë borxh, nuk të duket si një gjë e madhe. Po man nëse do t'ia kthesh ti, t'ia japësh ti dikujt tjetër, duket sikur shumë më tepër. Pra gjithmonë varet nga perspektiva. Kështu që do doja nga ti të imagjinosh veten si një plak 80 vjeç që jeton me 100.000 lekë pension. Sidomos nga këto raste të trishta që kena pa që jetojnë nëpër fshatra të thella, që jetojnë dy pleq bashkë me 100.000 lekë të dy bashkë. Unë se di si jetojnë, po nejse, imagjinojeni veten sikur jeni një nga ata. Dhe pyetja është tash, ç'a bën ti nëse të vijë persona e thotë do ma shesësh votën mua, do të jap 100.000 lekë. Imagjino të t'japi 200.000 lekë. Unë do vija bas që do e kishë shit edhe ti. Ne po gjykojmë shumë këto njerëz, po harrojmë që nuk jemi në këmbë të tyre. Ne nuk po jetojmë jetën e tyre. Kështu që personalisht nuk mund të them se të gjykoj nëse e ke shit, se nuk jam ti, nuk kam se të gjykoj. Po mos harroj që shteti jonë është një lup që nuk ka për dalë ndonjëherë nëse nuk e nxjerrim ne. Qeveria bën popullin të varfër dhe pa lekë, sa vjen rasti i zgjedhjeve, i jep shumë lekë për të marrë edhe herë votën dhe fillon prapë nga fillimi. Por ne po them, nuk mund të gjykoj thjesht mend për herë tjetër. Nëse vërtet ke nevojë për ato 100.000 lekë, mund të kishe thënë dikujt të të hapin ai GoFundMe, ta kisha hapun. Dhe mos harro dhe i gjë të fundit. E di që duken shumë ato 100.000 lekë tash. Ato 100.000 lekë do t'i haj 14 fish gjatë 4 viteve me vazhdim. E ka harruar gjë?